Okej, miq të emisionit Koha Shtesë, sot do të jemi në një intervistë me një gazetar nga Polonia për të parë reagimet se cilat janë nga mediat polake sa i përket kësaj ndeshje kaq shumë të rëndësishme. Jemi në fazën gjysmëfinale të botrorit, të kualifikuesve të botrorit, dhe Shqipëria ka një shans të artë për të shkuar në histori. Por për të mbritur deri këtu në fillim duhet të fitojmë me Poloninë. Për të parë se cilat janë fjalët e para që vinë nga mediat polake, pasi kemi parë që nënvlerësimi është jo i pakët për Shqipërinë, do të zhvillojmë një intervistë me gazetarin e Vezlo, me Wojtek Pielën, një intervistë ku do të diskutojmë se i përket jo vetëm mediave polake, por sa i përket lojtarëve shqiptar, pra kë kanë pak më shumë frikë në Poloni se i përket futbollistëve të Shqipërisë. Hello Wojtek. Hello. Hi. Thank you Wojtek. Në fillim do t'i bëjmë pyetjen e parë se i përket pjesës se si po e marrin kombëtarët në Shqipëri, se si po e marrin Shqipërinë në Poloni dhe pse po e nënvlerësojnë kaq shumë. Unë pash që në Poloni e kanë marrë shumë lehtë ndeshjen me Shqipërinë. A keni haruar humbjen e fundit? I think that maybe we don't took that match very easily. Of course, we are confident and we think that we could win this game, but I think that also you Albanians think that. And no, I'm not forgot about last defeat. Of course, we remember it in European qualifiers to Euros, but many things changed from that game in Poland national team. I remember that game was the last game of Fernando Santos. His tenure during work in Poland is not so good. That was totally disaster. Now we have different coach. We have also another coach between Santos and current Jan Urban Michał Probierz. So many changes. I think that under Jan Urban, our national team showed good effort, won some games, drew with Netherlands. Robert Lewandowski also scored some goals, other players. So I think that, of course, I remember that game and I remember that Albania has a very good team, but I think that our team now is better than this time. Okej, gazetari shprehet se në Poloni nuk e kanë marrë lehtë ndeshjen me Shqipërinë, por sigurisht ata kanë besimin e tyre se do të arrijnë që ta fitojnë këtë ndeshje, ashtu siç edhe në Shqipëri kanë besimin se do të fitojnë ndeshjen kundër Polonisë. Gazetari thotë se ka shumë ndryshime mes kombëtarëve së Polonisë ku ne e mundëm 2-0 në shtëpinë tonë në kualifikuesit evropianit me këtë kombëtare aktuale drejtuar nga Urban. Atëherë ishte ndeshja e fundit e Fernando Santos, i cili u shkarkua menjëherë pas asaj humbje me Shqipërinë, shpreh gazetari, ndërsa tashmë kemi kombëtare tjetër, kemi tjetër energji ku Polonia ka arritur që edhe të marrë pikë në një ndeshje kundër Hollandës, në 2 ndeshje kundër Hollandës me Robert Lewandowski, i cili ka arritur të shënojë gola. Pra gazetari shprehet se nuk është se ka një nënvlerësim për Shqipërinë në Poloni, thjesht sigurisht ata kanë bindjen e tyre për faktin se do të jenë shumë të avantazhuar pse për ta fituar këtë takim, por është thuajse një emocion apo e njëjta pritshmëri që mund të jetë edhe në Shqipëri për mënyrën se si e presin ndeshjen me Poloninë, shpreh gazetari. Okej. Dhe kush është lojtari më i rrezikshëm i Shqipërisë për ju në Poloni? I think that in general Albania has a very good team in terms of especially defense. Your team conceded not so many goals during European qualifiers, lost only games with England. So I think the defenders will be hard to beat, even for the striker like Lewandowski or other offensive players. But if we talk about some strength of Albania national team in front, I think maybe Rejmanaj could be striker that could be a threat for our defenders. He scored some goals in Turkish league. Also from Polish Ekstraklasa, we know Julian Shehu from Widzew Łódź, and I know that it's not it could be not 100% that he will play, but in my opinion, if he will play, he could pass the ball unexpectedly. His vision is very nice. So first place, I think Manaj could be main threat, but also Julian Shehu. The first danger, because Manaj will not play in this match about injury. Okay. So maybe Shehu or maybe
maybe defenders. I think that the defense from Albania is that main advantage, yeah. So maybe in that way. Pra, ti nuk janë si lojtar të Shqipërisë, veçanërisht në ndonjë rol tjetër, sepse zakonisht kur thonë që forca e një ekipi është grupi, kjo në fakt tregon se ata nuk njohin në veçanti futbollistët. Pra nuk janë si futbollistë të Shqipërisë në veçanti, apo jo? No, I know. I know. I know Ernest Muçi, but I'm not sure that he will play. Okay. If Muçi will play, also could be big threat, because I remember him from Legia Warsaw, of course. But now I know that he also had in a good shape in Turkish league. Okej, pyetëm gazetarin se përket lojtarit më të rrezikshëm, të cilin e ka Shqipëria, apo lojtari më të rrezikshëm që mund të japi punë Polonisë, dhe gazetari polak na shprehet se Shqipëria është e fortë si grup, nuk është se ka një emër specifik që kërkon në ta veçonte, është e fortë si grup dhe veçon pjesën e mbrojtjes. Ai shprehet se Shqipëria ka një mbrojtje shumë të fortë dhe do të jetë shumë e vështirë për Robert Lewandowski që dhe sidomos të tjerë polonistë të çojnë mbrojtjen tonë, duke na treguar dhe statistikat që kemi pasur në kohën e Silvinjës për pjesën e mbrojtjes, ku ne nuk kemi mësuar shumë gola. Më pas e kemi pyetur gazetarin se përket një tjetër lojtari sulmues si mund të ishte i rrezikshëm te Shqipëria, sepse zakonisht kur thuhet që një ekip është i mirë si grup, do të thotë që ti nuk njeh në fakt një emër specifik të atij ekipi, dhe gazetari na shprehet që Rejmane mund të ishte një rrezik shumë i madh për ekipin ton, megjithatë Rejmane nuk do të jetë pjesë e ekipit ton, nuk do të luajë kundër Polonisë për shkak të dëmtimi, dhe më pas gazetari na shprehet se okay, tha nuk është se kam një emër tjetër specifik, do të thoya Ernest Muçin, por në fakt Ernest Muçi nuk është se ka pasur shumë minuta aktivizimi te Shqipëria deri tani. E gjitha kjo tregon fakt se në Poloni nuk është se njohin mirë dhe specifikisht emrat e futbollistëve tanë, dhe kjo tregon gjithsesi një tjetër farë në ndërsimi, pavarësisht faktit se edhe në shprehjet e gazetarit ka pjesën e modestisë. Okej, Po flisim për Ernest Muçin dhe këtu në Shqipëri ka një debat të madh për faktin se ai nuk është pjesë e jona, e kombëtares ton. Po të ishte në Poloni, a do të kishte vend për Ernest Muçin? I'm not quite sure, because of course we had also some talent. We have some talent in offensive, like Oskar Pietuszewski, 17 years old from FC Porto, and I know him. Yeah. I think that he's yet to make a debut in the national team, but I expect him now to be called up, and maybe even from the bench could be a threat for Albania. Also we have Szymański, Zieliński. Zieliński, I know also you know him because I didn't meet him, but of course I know about the class of Christian Aslani, who played with Zieliński in Inter, so they rivalry for the place in central midfielder was very interesting to watch. Now Aslani plays in a different club in Besiktas, and also managed to do really well. But came back to Muçi. I think that if some players could have an injury, our national team coach Jan Urban could call up Muçi, because I think that his dribbling, his offensive talent is really good. He's kind of a player that when he has a ball, he could do something magical on the pitch. Of course, his problem is stability, consistency. But I think that if he could manage with that, he could play in maybe even better clubs than Besiktas or Trabzonspor. Okay, so you say the big star of Albania can be only in bench of Poland? I think that. Okay. E pyetëm gazetarin se përket pjesës së Ernest Muçit, nëse Ernest Muçi, i cili sot nuk e ka një vend titullarit e Shqipëria, a mund ta kishte një vend te kombëtarja e Polonisë, me që është ky debati i gjithë shqiptarëve sot, dhe gazetari polak shprehet se Ernest Muçi ka shumë talent në lojën e tij, bën shumë magji në mënyrën se si e luan futbollin, por te Polonia do të kishte pak hapësirë për shkak të talenteve që po dalin nga Polonia. Një nga talentet më të mëdhenj të futbollit është një 18 vjeçar, Oskar, i cili është pjesë e Portos, i talent për cilin po
po flitet gjerësisht dhe në Poloni e kërkojnë më patjetër që të luajë kundër Shqipërisë, të jetë debutues kundër Shqipërisë, pasi ai ende nuk e ka bërë ndeshjen e parë me Poloninë. Dhe më pas gazetari na tregon edhe për vlerat e mëdha që ka edhe Kristian Aslani, por kur i kthehet te pjesa Ernest Muçit, thotë se Ernest Muçi nuk mund të luajë te Polonia si titullar, por mund të jetë vetëm pjesë e stolit, duke pritur ndoshta ndonjë shans se dikush nga lojtarët kryesorë të Polonisë të tentojë për të marrë ndonjë minutë. Dhe teksa ne pyesim nëse lojtari më i mirë i Shqipërisë apo ylli më i madh i Shqipërisë do të thotë kjo që do të ishte vetëm pjesë e stolit të Polonisë, pra Ernest Muçi, të cilin ne quajmë si yllin më të madh të Shqipërisë, a do të ishte vetëm pjesë e stolit të Polonisë? Dhe gazetari shprehet thjesht duke thënë që po, unë mendoj kështu që ylli më i madh i Shqipërisë është vetëm pjesë i lojtar stolit të Polonia, duke treguar edhe një herë tjetër faktin se në Poloni për të gjitha fjalët tona ka shumë nënvlerësim për këtë ndeshje që do të luajnë kundër Shqipërisë. And how do you see the match? What will be the result? I think that Poland is a favorite, but I think that it's big advantage for us that we will play at National Stadium in Warsaw, because I remember games versus Albania on Arena Completare in Tirana, and I remember fans, I remember their support, and I think that this is a kind of the stadium where for every team in the world could be hard to break Albania. But we'll play in Poland, so I think that it could be advantage for our team. Also in terms of clubs of our players, in terms of also of idea of the last games under new coach Jan Urban, I think that it goes in the right way. So it of course will be hard game. I think that many fights in central midfielder, but at the end I think Poland could win 2-0 or maybe 2-1. Okej, pyetëm gazetari se për këtë rezultatet e ndeshjes, se si e shikon këtë ndeshje, thotë që Polonia është ekip favorit, e shikojnë ndeshje shumë të luftuar nga dy palët, por një faktor shumë i rëndësishëm për Poloninë, për fitoren e Polonisë, gazetari shpreh se shkon në stadiumin, faktin që Polonia do të luajë në stadiumin e saj, ai kujton edhe ndeshjen ku Shqipëria fitoi kundër Polonisë 2-0 dhe konsideron që ishte arena kombëtare një arsye sepse Shqipëria arriti ta fitonte atë takim. Këtë luhet në Varshavë, këtë luhet në shtëpinë e Polonisë dhe për Poloninë ky quhet si një avantazh i madh. Gjithashtu nëse do të përmendë shifra, gazetari tregon se Polonia sipas parashikimit i mund fitojë në shifra 2-0 ose në shifrat 2-1. Në rregull, dhe kush janë tre lojtarët e Shqipërisë, të cilët mund të ishin pjesë e kombëtare së Polonisë, në stol ose në fushë? No, I'm quite sure about two, Kristian Aslani and Berat Djimsiti, not only because of their class, but also because the places where the Poland national team has problems or maybe has spare to go higher is a central defender and central midfielder. And also so many matches played by Aslani and Djimsiti in Serie A. Djimsiti is a very experienced defender from Atalanta, so I think they too. Another third player maybe could be I think Armando Broja, but also we know about his struggle form in Premier League. Was very big talent during time at Chelsea or Southampton, but now he is looking for his shape, he's looking for his form, but always I can imagine that if Polish striker is in Premier League, it could be also a topic to our national team coach to maybe call up him, because apart from Lewandowski we don't have such a very very big strikers, so maybe Broja, but I'm more confident about Aslani and Djimsiti. Okej, pyetëm gazetarin polak se kush do të ishin tre lojtarët e Shqipërisë, të cilët mund të ishin pjesë e kombëtares Polonisë. Pra mund të ishin në stol apo mund të ishin në fushë të Polonia. Dhe gazetari na shpreh se janë tre lojtarë, dy për të cilët ai është më shumë i bindur, për Berat Djimshitin dhe për Kristian Aslanin. Gazetari polak shpreh se janë këto dy futbollistë të cilët mund të ishin pjesë e Polonisë, jo vetëm për shkak të cilësisë së tyre, jo vetëm për shkak të klasës së tyre, por edhe për faktin se Polonia
ka disa dëmtime në këto pozicione, ka dëmtime si në pjesën e qendrës mbrojtjes, si në pjesën e mesfushës. Dhe sipas Vojtek, Radim Shiti, me gjithë eksperiencën e tij dhe Kristian Asllani me gjithë eksperiencën e tij, do të bëni shumë punë te Polonia dhe për trajnerin. Ndërkohë, te lojtari i tretë, ai thotë se është Armando Broja, emri i cili Polonia e kërkon që të ishte pjesë e ekipit nëse do të merrte 3 lojtarë nga Shqipëria, pavarësisht gjithë dëmtimeve të tij, pavarësisht gjithë faktit që Armando Broja nuk po shënon ende do të gol, Vojtek thotë se Polonia nuk ka lojtar, nuk ka sulmues të Premier Ligës. Armando Broja është i sulmues i Premier Ligës, është i sulmues me cilësi shumë të mëdha dhe trajneri Urban do të ishte shumë i nderuar futbollistari që të kishte një sulmues Armando Broja në ekip, që ta kishte si zvendësues të Robert Lewandowskit, sepse Polonia përveç Robert Lewandowskit nuk ka sulmues të tjerë të një kalibri të tillë, të cilët të jenë pjesë e Premier Ligës. Okej. Dhe pyetja e fundit, nëse Shqipëria fitoi kundër Serbisë në transfert, përse nuk mund të fitoj kundër Polonisë në transfert? Sepse për ne, Polonia dhe Serbia janë pak a shumë në të njëjtin nivel. Yeah, so I think that that game is a good. Albania proved that they could beat a team with also good players. I remember also Albania from from last European Championships where they showed great character, for example, versus Italy. So yeah, your team could beat Poland, and it won't be easy game for us. But I also remember games played by Poland national team during last months versus Netherlands. Especially we took 2 draws, and especially in Poland, especially in Warsaw, we were, I think, even better than Netherlands. So our confidence also, I think, is higher. Yesterday we are talking one day after Robert Lewandowski scored 2 goals in Champions League versus Newcastle for Barcelona. So our main star is a good form, I think, and it won't be easy game, but I think that if Poland will lose, it could be a huge disappointment for us in our country. Okay, so you think that if Poland draw with Netherlands, why we can win with Albania? Yeah, I think that it could be that way, yeah. Okay. Dhe në fund, pyetja e fundit ishte për gazetarin që nëse Shqipëria arriti që fitonte me Serbinë, pse Shqipëria nuk mund të fitojë kundër Polonisë në transfert, pasi të dyja ndeshjet janë transfert dhe niveli i ekipeve është thuajse i njëjtë. Edhe gazetari na thotë që po është vërtet që Serbia dhe Polonia kanë të njëjtin nivel, por megjithatë nëse ne bëjmë këtë krahasim në Shqipëri, në Poloni bën një krahasim tjetër, gazetari kujton faktin që Polonia ka barazuar 2 ndeshje kundër Hollandës, ka dalë 2 barazime kundër Hollandës dhe Robert Lewandowski është kthyer në një formë fantastike, duke shënuar 2 gola në ndeshjen kundër Barcelonës dhe Newcastle-it. Dhe në fund gazetari tregon që pavarësisht të gjitha punëve që do të na japi Shqipëria, besoj se Polonia përderisa arriti që të merrte 2 barazime kundër Hollandës, do ta ketë më të lehtë faktin që të arrijë të fitojë kundër Shqipërisë. Okay, Wojtek, thank you for being part of us. Yeah, thank you so much. Sorry for my English if it was not very fluently. No problem. Sorry for that, Reymana. I didn't check that his injury, but that's good news for us because I think that he's a good, very, very, very nice striker. But apart from him, also Muçi, Aslani, Jim City are great players for Albania. So it will be exciting game, I think. Okej, dhe për ta mbyllur, kjo ishte intervista miq të Koha Shtesë, bëmë intervistë me gazetarin polak Wojtek, i cili na tregoi situatën se çfarë flitet në Poloni rreth Shqipërisë. Në fillim ai tregoi paksa modesti duke treguar pjesën që në Poloni nuk e nënvlerësojnë Shqipërinë, megjithatë mes fjalëve të tjera është ajo që ishte titulli kryesor i sotëm i kësaj interviste ishte fakti që gazetari polak tha mes tjerash që lojtari më i mirë i Shqipërisë nuk mund të ketë vend as në stolin e Polonisë. Megjithatë koha do ta tregojë dhe data 26 mars do të shohim faktin nëse Polonia është kaq shumë e fortë për Shqipërinë apo Shqipëria ka shanse reale për ta thyer Poloninë. Okay, thank you my friend. Ciao. Thank you, ciao. Okej, dhe miq të Koha Shtesë, për të komentuar paksa intervistën që ne zhvilluam me gazetarin polak, do të jemi me mikun bashkëpunëtorit tonë, i cili do të jetë pjesë e jona të Koha Shtesë, Elton Saraceli. Elton, përshëndetje. Përshëndetje. Besoj se e dëgjove intervistën. Në fakt dëgjova dhe isha prezent, por më bëri përshtypje disa pika,
të caktuara nga gazetari polak, sikurse tha edhe e shprehu, ose e shpreh edhe ti më saktë që në fillim foli dhe hyri me një modesti, pastaj në rreshta na lat kuptonim që kishin një nënvlerësim dhe kanë marrë shumë lehtë Shqipërinë. Edhe në atë, domethënë, preku dhe disa emra si Muçi, konsiderate që kishte për Brojën, e të tjerë lojtar, Manaj, Gjimshiti, pra të gjithë i ceku nga pak, por ajo që më bëri përshtypje e kanë atë nënvlerësimin ndaj skuadrës tonë. E di çfarë më kujtohet Elton, kujtohet pjesa që për shembull ne themi që kemi bërë shumë hapa para në futboll, dhe realisht kemi bërë hapa para në krahasim me ç'kemi qenë para, me pjesën e arritjeve europiane shkuar 2 herë dhe gjitha këto me radhë. Po mua më kujtohet akoma koha kur Shqipëria luante për shembull vitet 2010-2012. Dhe gazetarët shqiptar merrnin në intervistë lojtarë caktuar kombëtarëve të tjera apo trajnerë kombëtarëve të tjera dhe gjithmonë i bënin ato pyetjen kë njeh nga ne. Dhe ata nuk njihnin asgjë, dhe thonë gjithmonë tjetër përgjigje. Sigurisht, shiko. Forca e Shqipërisë është grupi. Patjetër. Edhe e dalë dhe në vitin 2025-2026, ku ne i bëjmë të njëjtat pyetje gazetarit polak që kë njeh vëlla nga Shqipëria, dhe ai thotë forca e Shqipërisë është grupi. Në të vërtetë do të thotë kjo faktikisht shiko, në këndvështrimin e tyre, këta e bën edhe një lloj, shiko, është edhe luftë psikologjike, sepse varet shumë nga qoftë edhe nga mediat, qoftë edhe nga gazetar specifik ose të caktuar që duan mundohen që ta ulin dhe moralisht. Domethënë kjo është edhe luftë psikologjike mbi të gjitha. Pse jemi Po besoj se kanë marrë më shumë vetë lehtë se sa është luftë psikologjike. Besoj se na kanë nënvlerësuar deri në atë pikë. Patjetër. Sikur Shqipëria luan me Andorrën, që ne e marrim Andorrën, themi e rrafim në atë ditë. Patjetër. Edhe ata me Shqipërinë. Prandaj po them që gjendja psikologjike e atyre është shumë lart. Fakti e ndihmon që janë edhe në fushën e tyre. Sikurse na ndihmon edhe ne kur na vjen një skuadër huaj. Kupton, qoftë kushdo qoftë ajo. Pra, arma ose më saktë ta themi kështu troç fare, domethënë gazetarët nisen nuk përmendin yjet tan, sepse realisht nuk është se kemi na yll që na ndriçon, domethënë që mund ta mbajmë edhe. Po, yll klas botror. Po, edhe ata i referon grupimit. Për grupim ne shquhemi sepse hyn dhe kjo pjesa e patriotizmit, ndikon edhe morali i lartë që i mban trajneri, domethënë ne na ndan nga skuadrat e tjera. Edhe ne na ka, domethënë ne jemi njohur në përbot për këtë pjesën më fort kemi luajtur në skuadrë, në fushën e kundërshtarit, sesa në po ti kesh vënë re dhe ti bësh një kronologji skuadrës tonë, ne luajmë fort dhe me skuadra të forta. Por mos harrojmë që ne kemi këtë frymën e grupit. Kjo është e vërtetë. Unë besoj se kur dikush thotë që është grupi, thjesht nuk jep as lojtar. Edhe marr shkallë nga fakti që duke pyetur gazetarin, duke folur me ata, më tha që sulmuesi më i rrezikshëm i Shqipërisë apo në polonezët tjetër i Manaj. Manaj fakt mungon, nuk mungon fare. Pra ata nuk kanë marrë informacion, thjesht ecin me Jo, mua më bëri shumë shikoj vetëm veten. Është një sërpra siç thashë në partnozi Shqipëri Moldavia, ti të marrësh informacion për Moldavin, ku Zolozi. Fiks. Ti merresh tesh me ekipin. Ajo që unë nënvlerësoj ose jo nënvlerësoj, po duhet të thënë më bëri shumë përshtypje pjesa e nënvlerësimit që ai e bëri edhe për sa i përket Ernest Muçit. Ernest Muçi si lojtar është një nga djemt që po shkëlqen nga kombëtarja. Apo ka qenë lojtari më i mirë në Poloni. Atëherë po shkëlqen. Dhe këtë duhet ta themi me zë të lartë. Duhet jemi krenar për një lojtar që po na del në pa dhe ta kemi në skuadrën tonë. E di kush e bukur më fal Elton. Ka bërë një shkrim mediat polake, po ishte se mediat turke më fal, po ishte spektakolare. Thoshte do jemi në një ditë kur fëmijët në Turqi që luajnë poshtë pallatit, kur shënojnë gol në ato portat e vogla, nuk përtasin Lionel Messi, por përtasin. Po, ishte aktuale, jo do vi një ditë. Po aktuale, tani po ndodh kjo gjë. Kjo po ndodh atje, domethënë e kam lexuar dhe unë këtë lajm, po. E kam lexuar dhe unë këtë lajm dhe fëmijët nëpër pallate, nëpër fushat e tyre andej po thonë që do shnoj si Muçi. Pra kjo tregon është një tregues shumë i madh. Pavarësisht e thash gazetarin polak e vlerësoi kur i dha një vlerësim edhe Brojës, sepse kemi vetëm lojtarë që luan në Premier League dhe kjo nuk është pak. Po dua që dalim me pak të Muçit, sepse ishte një fjalë shumë e rëndë me Sieras, që tha që lojtari më i mirë i Shqipërisë. Kjo bëri shumë përshtypje. Po që si ka mundësi sa e vërtet është një gjë e tillë. Jo, absolutisht nuk është e vërtetë. Ata mund ta thonë edhe sikur të jetë e vërtet, futbolli të vjen edhe në një pikë ku ty të vjen Yasir Hasani që nuk i do të asë stolin e katërt të Polonisë, fiton ndeshjen në Polonin. Atëherë, këto janë opinione që japin kundërshtarët edhe për të ulur moralin, edhe për të zhvlerësuar
kundërshtarin edhe për lojtar specifik. Normalisht prandaj Shqipëria është e bukur, sepse ne kemi edhe fjalë shumë të bukura. Pra goditet ajo pemë që ka kokra. Kështu që ai e ka parë kush ka premisa që të bëhet një lojtar shumë i madh, edhe hajta godasim dhe hajta zhvlerësojmë. Edhe një goditje psikologjike që ata mund na japin ne. Vetëm ta mbaroj logjikën, cila mund të jetë ajo, domethënë që dha ai, ishte që shiko se lojtarin që ne për momentin pretendojmë se e kemi më të mirin, ai tha që duke lartësuar skuadrën e tij, ai nuk mund të futet as në informacion. Di çfarë do doja Elton? Do doja që të bënim një editim të videos pas ndeshjes Polonia-Shqipëri, ku ai thotë që Muçi mund të jetë vetëm në stol të Polonia, dhe që ylli më i madh i Shqipërisë është në stol Polonia. Dhe një gol i Muçit, Polonia-Shqipëri 0-1 me golin e Muçit, do dilte bukur fare. Po patjetër s'bet fjalë. Do ishte kështu kartolin. Ajo do ishte perë. Unë nuk e di, domethënë ne nuk kemi parë akoma listën që do jetë Muçi në informacion apo jo, por shpresoj të ndodhin sepse ne na ndjekin, kemi edhe çik fat, edhe do doja shumë për sa minuta që të ishte Muçi në informacion, qoftë edhe 5 minuta, kjo do ishte perla e shekullit që Muçi të shënon dhe një gol. Ti ishe barazim, do ishte loja aty për Muçin. Edhe minuta e fundit, domethënë të ndante shapin e sheqerit, të flasim në zhargon, që Muçi të bënte edhe golin, atëherë pastaj do ishte qershia mjetor. Do ishte qershia. Dhe për të mbyllur pjesën e diskutimit tonë që thamë edhe për Armando Broja. Domethënë Armando Broja, ky njeriu i cili unë e thash dhe më parë në intervistën tonë të Koha Shtesë, që për herë të parë Armando Broja do vinë në Shqipëri tani po zëvime me stofin e yllit. Ata stofja kanë marrë Ernest Muçi. Tifozët janë lodhur, njerëzit janë lodhur. Nuk është ajo pritshmëri nga Armando Broja si dikur, sepse ka luan 2 vite, 3 vite, 4 vite. Lojtari jo vetëm që s'po ndryshon, po nuk ka lloj sjellje që të bëj diçka ndryshe si më. Shiko, ka të bëjë dhe gjendja emocionale, gjendja shëndetësore. Armando Broja nuk e ka dashur fati. Të jemi realist. Tani, a do vinë me stofin e yllit, këtë ne nuk mund ta themi. Por, duke nisur nga parametrat e një futbollisti dhe nga statistikat, ne duhet të jemi krenar për Armando Broja, sepse kemi të vetmi futbollist që luan në një Premier League, edhe në një kampionat siç është Anglia. Armando Broja do vetëm, jo fati. Sepse nuk ka bërë asnjë krim, asnjë lloj vrasje që fati t'i vijë gjithmonë kundër. Pyetja është për shembull pse nuk dëmtohet Murtozuni. Këtë nuk mund të bëjmë një analizë. Sepse ti e mban muskulaturën gjatë gjithë kohën në tonus duke punuar, duke u servitur. Nuk mund ta bëjmë dot një analizë. Një lojtar i cili dëmtohet shpesh, është një lojtar i cili punon më pak. Ke rastin e Neymarit për shembull. Neymari kur luante te PSG donte të bënte festa në Brazil ditën e ndeshjes. Vet nuk besoj se bën. Kush? Broja pra, që bën gjasme sikur goditet. Nuk bën, është i dëmtuar realisht. Po është pjesa që nuk punon shumë stërvitje. Ideja është duke pasur të lloj bekimi që ti ke. Tani është se drejtë nuk e përdor. Pa atëherë tani bie që të jetë delikat në strukturën e tij trupore. Atëherë s'kemi se si ja vëmë emrin, por që parametrat i ka shumë të mira. Në krahasime Muçi tani, Muçi ka, shiko, çdo gjë është sepse unë eci edhe çik me këtë pjesën e biznesit. Qoftë në biznes, qoftë në jetë, qoftë futboll, qoftë kudo, çdo gjë është e përkohshme. Momenti është i Muçit. Ne duhet jemi krenar dhe duhet ta shfrytëzojmë. Pati momentin Broja, ne nuk e shfrytëzuam për arsye të ndryshme. Por unë shpresoj shumë tek ai lojtar sepse është po të vinë në gjendje optimale, unë mendoj se ai jep shumë duke vlerësuar edhe të tjerë. Imagjino domethënë një gazetari i kundërshtari jon aktualisht që ne do shkojmë në Poloni e vlerësoj. Dhe kjo nuk do të thotë pak. E vlerësojnë gjithë specialista me grada shumë të larta që Broja është në nivele shumë të mira. Çdo kritik, çdo këshill, çdo gjë që ne japim për Armando Broja, ne japim sepse ishte ai lojtari ndryshe të shkruar. Ore ne japim se duam dhe duam ta shikojmë dhe të marrim rezultate. Nuk e di në sa vite mund vi. Domethënë ashtu që ne folëm përpara kësaj interviste që ka 3-4 vite që Broja nuk shënon gol. Ka 3-4 vite që Broja nuk është kthyer. Kjo është pjesë e fatit. Edhe gazetari Poloni thotë që Polonia ka nevojë për një Armando Broja. Sepse duke u nisur nga statistika e këtij futbollisti. Po me potencialin e tij. Me potencialin e tij, me statistikat e tij, ai është kampionat i ndaluar për shqiptarët dhe për polakët, jo vetëm për shqiptarët. Pikërisht, prandaj edhe ka Barcelona s'kishin një lojtar Premier League. Prandaj e ka dhe vlerësimin e gazetarëve të huaj edhe specialistëve të huaj, sepse presin shumë, sepse ecin në bazë të statistikës, në bazë të parametrave që ka si futbollist.
edhe presin shumë, dhe prandaj dhe ne kemi pritur shumë, por gabimi jon, qoftë në media, qoftë edhe në publik, në sportdashës, ne kemi atë fryrjen. Po sepse nuk i kemi pasur kur një gjë dhe edhe duam ta patjetër, po na dëshira e madhe ne edhe i frym gjërave. Shiko, unë mbaj mend, po të ndjekësh pak historikun, ti kthehemi mbas, unë mbaj mend ne frynim një ndeshje, çunat tan, skuadra jon, do punojmë grup, jemi patriot, jemi nacionalist, e të tjera, kur vinte puna ne mirnin të mirëqen dhe fitoren në psikologjinë, në veten tonë, dhe kur vinte puna që përballeshim aty fush, zhgënjeshim edhe ne çfrynim zorrat e bakut. Ore, ne po edhe i shanim në atë 4 anë, po vinim nga një kohë kur unë mbaj mend për shembull vitet 2010-2015 kur luante Shqipëria dhe tifozët ngriheshin në këmbë sa kalonim në gjysmë fushën. Domethënë këtu kemi qenë. Ne kalonim gjysmën e fushës dhe ngriheshin këmbë. Unë mendoj se shiko, me hapa të ngadalt, por ne po hecim për parë. Është proces, është e përkohshme. Domethënë çdo gjë, thash, fryma në grup ne na ka ndihmuar. Domethënë është pjesa që kemi folur që ishte, flasim 2000 kur ishte De Biasi, ai gjeti Chelsea-n e patriotizmit edhe i mbante çunat, i karikonte, i jepte frymë. Elton, për ta mbyllur, për ty kush do të ishte i varianti ideal se mund të fitoni me Poloninë? Për shembull për mua, po ja përpara gjën time, do ishte një bashkëpunim Armando Broja Ernest Muçi për të mbyllur ndeshjen. Që jo edhe fitonin, po të ngriheshin ato dy lojtarët realistë. Aty do ishte idealja, plus që edhe çunave vetë si lojtar do të ngriheshin, do merrnin shumë kredite edhe në për skuadra përkatëse. Po, kur të ktheheshin në ekipet e tyre, pra do ishte një ajo është idealja mundshme, kupton? Ajo është idealja mundshme të çoheshin në ata, domethënë të ishte ajo dysh aty përpara, do ishte idealja mundshme. Edhe po shiko, ka edhe një gjë, se duhet edhe të kombinosh, ë. Tani ne nuk e dim në anën se si janë ata, domethënë tek pjesa e kombinimit. Shiko, Broja, ne kemi mirë Brojën, ne kemi, se edhe ka edhe një problem tjetër, ne shiko, ne si popull jemi egoist, si komb. Ne kemi egoizmin e kemi në gen. Prandaj dhe na kanë shfarosur dhe na kanë përçarë këtu që në kohën e Ilirisë, kupton? Ne na shpërqendrojnë kollaj, sepse ne kemi egoizmin ton. Edhe të vesh dy yje, domethënë që ata kemi për momentin më të mirët. Nuk besoj, a do kombinohen apo jo, po kjo që thua ti pastaj do ishte idealja mundshme që të vinin. Armando Broja me Ernest Muçin e ka filluar të dy nga Shqipëria me 21. Domethënë kanë një njohje të vjetër dhe në stilin e tyre të lojës. Kombinojnë një me njëri tjetrin. Edhe jashtë fushë kanë. A kombinojmë, nuk e dim se s'kan luajtur. Jo, kanë luajtur te pjesa e Shqipërisë kur kanë qenë. Po e njohin njëri tjetrin që gjenezë, domethënë kanë luajtur aty te Windsor dhe e njohin stilin e lojës një tjetër prej vitesh, si më thën. Por se te Shqipëria as kanë marrë shumë minuta për të qenë bashkë, se kur ishte mirë Broja, ishte mirë Muçi, kur ishte mirë Muçi. Po, që nuk kanë nuk korrespondonin gjërat. Dhe prandaj po them që ndoshta është ky momenti që Ernest Muçi dhe Armando Broja të marrin atë mbi supe rolin e erojit për të çuar Shqipërinë më të rror. Kjo do ishte fantastike. Të marrin përgjegjësinë mbi shpatulla, por që heroi pastaj do dilte kur të jepnin rezultat. Po që të mbani përgjegjësi dhe ta marrin atë peshën, tani nuk e di a janë gatshëm. Është momenti që duhet më patjetër ta bëjnë atje. A do rrezikojnë dhe a do sakrifikohemi që ta marrin një risk të tillë trajneri Silvinho, atëherë kjo ngjelet për të parë. Por që ideale mundshme të dhe çunave ju bësh mirë, domethënë në pjesën e ngritjes kredibilitetit që merrnin, domethënë edhe në skuadrat e tyre, padyshim që po. Kjo shiko, në fund ditës ne duam fitoren. Se si do ja gjejnë mënyrën, se si do ja gjejnë anën, se ku do ta bën Hasani, Seni, Aslani, Broja, Ozuni, Manaj për neve nuk është shumë e rëndësishme, ne duam fitoren që ta shkruajmë në historinë tonë. Shqipëria mbi të gjitha. Shqipëria mbi të gjitha. Kjo është ajo. Pastaj kjo ngjelet për të parë se sa do kombinohen me njëri tjetrin apo se nuk kemi parë informacionin, që të bëjmë një analizë të, domethënë të qartë dhe të detajuar. Kur ta kemi listën, atëherë pastaj do të hyjmë dhe do bëjmë një analizë tamam konkrete.